jam super i ndërgjegjshëm dhe i vetëdijshëm dhe i gatshëm të përballem me ty, me të dy, me të dy birë, me këdo nga ju këtu, para drejtësisë për çdo lloj gjëje. Mjafton të mos ketë gjinxonëra. Prandaj duhet të bëjmë reformën drejtësi. Që drejtësia të bëjë drejtësi. Më kujtove këtu çështjet e luftës kundër drogës. Po për cilën arsye nuk përgëzon policinë për gjithçka kemi bërë sot, që është shumë fish më shumë se sa ke bërë ti në 8 vjet. Zotri, në qoftë se raport progresi i Bashkimit Evropian, në qoftë se Guardia di Finanza, ty të duken pralla, për mua nuk jam pralla. Kujtove këtu vrasësin e dënuar nga gjykata për një komisar Artan Lamen, policisë. Ku ishe kur vrasi hante dark me drejtuesit më të lartë policisë, në darkën e Çiftelisë? Ku ishe ti kur po këta i hanin darkën vrasit dhe i hëngrën dhe drekën e mortit të vrarit? Ku ishe ti që nuk mor asnjë mas? Minimumi për t'i pezulluar këta njerëz. Ku ishe ti kur as nxite policinë të paktën ta ndalonte kufi? Ndërkohë unë kam fytyrë kurajo dhe moral në detyrën time për të dalë përballë dhe për të thënë ku ishit ju kur vriteshin komisarët e policisë dhe ndërkohë vrasit rinin me drejtuesit më të lartë policisë? Për sa i përket gjinxonit, duhet të lash gojën kur të përmendësh emrin e tij. Absolutisht. Absolutisht. Sepse nuk funksionon kështu kjo. Ju besoni gënjeshtrat tuaja. Ju besoni mashtrimet tuaja. Por gjinxoni, pati kurajon të nënshtrohet të gjithë procesit ligjor për akuzat monstruoze tuaja dhe faktoj para ligjit, një për një, se ato ishin shpifje të ulta të kryemobit Edi Rama dhe lejtanëve të tij, kurse ti i kësi mi, kurse ti fsheh pasurin, sepse ke frikë sa atë pasurin do ta marrë përmbaruesi, ti arreston si hjen, Bujarnelën, Baftjarnelën, përmbaruesin i cili do të gjithë janë transparente. Shiko, çdo gjë në këtë mbi tokë unë kam transparente. Prandaj dhe gjithçka çoj ku të dush, por ti përgjigju vendimeve gjyqësore. Përgjigju një për një. Nuk shpresoj dhe nuk dua as ta besoj që vizioni yt për reformën drejtësisë është gjinxoni dhe gjinxonër tjerë. Unë nuk dua të besoj që ky është qëndrimi i gjithë deputetëve që kanë krah. I një gjyqtar që është simbol i palishmërisë dhe korrupsionit në sistemin e drejtësisë. Që gënjen me pasurinë, që ka qenë ndjekje penale dhe shpëton nga gjyqtarët që i ke çuar ti. Për çfarë mbron këtu dhe më tregon mua se duhet laj gojën para se të përmend gjinxonin? Një njeri që i ka marrë shpirtin njerëzve që përplasen në dyert e gjykatës për drejtësi, apo se i more të shoqen dhe e bëre këshilltar të këtij këtu? Apo një njeri si shumë të tjerë në sistemin gjyqësor, që sot mbajnë peng besimin e qytetarëve për drejtësi? Ne nuk i duam këta. Nëse ti i mbron, ne nuk i duam. Sepse ne besojmë që qytetarët meritojnë drejtësi të vërtet dhe jo gjinxonën në drejtësi. Ja këtu ndajemi ne. Ndaj shpresoj që të ndryshoni mendim dhe të kuptoni që reforma në drejtësi është një detyrim historik që ja kemi shqiptarëve
Jo për të përjashtuar Gjin Gjonër se kjo është kollaj, po për t'i dhënë drejtësi shoqërisë dhe çdo qytetari shqiptar.